Kur moshulli do me kriju familje, kur do po kërkon një femër për me bën nanë e fëmijët vet. Tani ky moshkull futet me një psikologji krejt ndryshe me kur ti thjesht po njeh një femër për pasion që do me ardhë në kravat. Tani kur futesh me një femër që don me pas për pasion për me ardhë në kravat, nuk ke pyetje shumë ti, i pranon edhe parfumat që ti ka ble ish i dashurit, pranon vish edhe me çantën të ishte dashurit të vish në tavolinë, të ulesh, të pranon, s'ka problem se të ka për pasion. Të pranon edhe makinë që të ka ble ish i dashurit edhe pse je do me ta, apo ti e ke prap makinën sepse ti ke të drejtat e tuaja. Ti pranon krejt sanet. Kur një moshkull futet don thjesht pasion për ty kur është kalimtar. Kur një moshkull don me të bën nanë e fëmijëve vet, këtë të sanet që përmena përpara nuk do të që ti kesh fare, s'kesh fare kundam. Fare. Gjithçka që ka, çdo parfum, çdo gjë që ka kontribu ai për ty, ti duhet mos me ekzistu me fut flokën. Ti duhesh me ardh e zero. Ti tani këtu bëhet llaf kur ti me të vërtet ke pas një arsye serioze që je ndo me ta. Do të thënë arsye serioze është kur ai ka rënë burg ose ai ka godit, ka vazhdimisht e gjanat, e do të thënë ka ndodh gjana se arsye serioze. Jo sepse nuk ndjeva ma. Ti edhe po që se vjen me arsye që sharake, edhe po që se nuk ja pranon dhuratat e tija prap s'funksionon. Nuk funksionon. Don moshulli ka qef, burri ka qef, vet ti plotësoj këtë kushte, ti vjen e përgatitur. Ti vjen e përgatitur me krejt sajnë, edhe vjen edhe e fortë ashtu se mburresh. Kam makinën, me pavarën. Kam qanë, kam guqion, kam qanë, vjen të rejtë, do që ti të more i burë për seriozisht, s'funksionon e bjes, ti përran vetën. S'funksionon, da një qatë donë, edhe ti vetë për kërkon për pasion, s'po kërkon për seriozisht. Se një femër që dënë me të vërtet diçka serioze, nuk vjen mja përmen të osajnë të valjen ati burit. S'farë, s'du me ditur, s'du me pas asësan nga një moshkull që dënë për ma bo diçka serioze, s'do me pas lek kontaktit. Biles do që ti t'jesh edhe e virgjer. Sepse ky është moshkulli që del para pushkës për ty, ky është moshkulli që të zgjidh problem. Jo ky që kërkon pasion, ky ti pranon këto gjanat, po ky shkon 2-3 vjet e zgjatë pastaj ik. Ky si ti pranon gjanat, ky është që ka mentalitet tjetër, ka qëllim tjetër me ty. Këtu ngatroni ju që dojnë feministët tjera dhe i jopin shembull se që me bo që shme bo. Dele tjetra edhe është kretë më regull me ndërshu nuk nifet morali ndërshmeria të vergjeria. Më që nifet? Nuk nifet ndërshmeria se sa me shku ke ndërshu. Amanet. Edhe që në dhe shi, ju pa doshje e konfirmoni këtu, bani një gabim herën e parë, herën e dytë, vazhdojnë me këtë gabime, pastaj munoni me gjithë një moshur që ju dhe mu bo nanë e fijët vetë. Kishë pa mundur, nuk funksionon, po rani veten, s'funksionon, e di që shërani në trana të tema që po thamë, po kjo është realiteti, një unë që du për shembull me pas një femër, me kriju familjen, me thënë dikush një me kontribu një moshkull tjetër në lëmëtërinë e familjes teme, e me qenë ngryja jeme e lumtur sepse i ka marrë makinën i dashurit, është shkret e zhjë që mentalitetit, është zhjë i madhë, edhe ju vërbënin nga këto meshkuj që ju pranojnë, për këtë janë të sen meshkuj këto, një moshkull serioz e pranon, kur ti ke nis diçka serioze me dikan, familjare, jo të fshefte serioze ku thamë nuk po fëtëm se ti e fsheft, ke fal me ta, ke fal 50 muj me ta dhe mrapa ke shku me ta, edhe ke konsumu gjithë shka me ta, pa ditë rëbë dhe tuj. Jo këtë lloj teme dhe prap as tu s'lejohet. Kur thëjmë serioze, është kur ti e sjell e një babaja një herë. Kjo është serioze. E gjithë shka bëhet me rregulla. Këtu është, ku moshti që e pranon, edhe pastaj si ec për mund të ketë arsye të tjera që janë serioze që moshulli serioze pranon këtë tema. Po ti nuk do që nuk do që të kesh gjona që të ka plotësuaj. Nuk do që të ketë. Kupton? Këto janë tema si kuptoni se unë normalisht ju kuptoj ju se këto tema që po flason nuk përshtaten në realitetin tuaj. Edhe tani nga që s'përshtaten me realitetin tuaj,
më nëheni që ti shmangni të leni anë ashtu, ikore ti për pëmedën, ti për pëmedën ikore ti e malëk, s'mërvesh, tani tak këtheni kokën tena. Po faktikisht, ki mentaliteti që po flasën, kjo do jo jape zgjidhje problemet tuaj, nuk do jo jape që po i bani qivin vetes. Nuk, jenë të qarta gjanat, të shkort, janë shumë të thjeshta gjanat, nëse thjesht e pranoni shpirtin tuaj që t'ju flase, do ta kuptoni se gjanat janë shumë të qarta. Leni këtë gjanë materiale njerëz, se na jena për 80-90 vjet maks jetojmë këtu. Kupton, gjanë morale vlerësojnë më tepër. Kupton?